Drenasi nuk është i një njeriu, por i krejt neve. Kjo është thirrje për gjithë ata që besojnë në të ardhmen e pastër, jo në pazaret e së shkuarës. Kjo komunë nuk është pazari askujt. Kjo është shtëpia jonë e përbashkët. Dhe me 12 tetor do fillojmë të qeverisim si të tillë. Për këtë u jap fjalën time. 12 tetori do jetë dita kur Drenasi ndron faqen dhe hap një kapitull të ri. Është e kohë tentativa për të shitur i ndeshëm e duke munduar të jep konotacion tjetër. Të gjithë qytetarët e Drenasit dhe Magjer e kanë dëgjuar se çka flitet aty. Aty flitet për miliona. Dhe shtrembrimi i fakteve që po tenton që ta bëj zoti Lladrovci, do me thonë te ne dhe të qytetarët nuk pinuj. Askush nuk mund të pastrohet duke fshehur pas interpretimeve, cilat dofshin ato që janë interpretime të rreme, ku dëshmia është drejt për drejt dhe e pamohueshme. Ne e dim që zoti Lladrovci ka qenë kryetar gjatë dhe normal qytetarët kanë folë, nuk është që s'ka pas dyshime, mirë po derisa u vërtetu me fakte që dikush në një medje e respektueshme e nxjerri abuzimin dhe tentimin kur milionat lëvizin brenda natës. Dhe qytetarët sot jetojnë gjendjen më të keqe. Ballafaqohen me probleme me ujë të pijes, ballafaqohen me lloj-lloj probleme dhe aty milionat lëvizin brenda natës. Kështu që ka pas llafe dëgjume dhe ajo është vërtetu me publikimin e një audioincizimi që konsideroj që është skandal. Qytetarët kanë një duke folur njerëz të ndryshëm për abuzime të ndryshme, por me zonë, sikur të rasti i Lladrovcit, nuk kanë dëgjuar. Dhe kjo është një skandal që nuk ka ndodhur në historinë më të re të Kosovës. Unë e konsideroj që çdo skandal, kush do të qoftë ai, është mirë me ju tregu qytetarëve mos zbulu. Çdo vendim që e merr gjykata për neve dhe Partinë Demokratike dhe për mua, të ardhmen sekretari i komunës ka me qenë i zbatueshëm, sepse vendimet e gjykatës janë obligative. Ne nuk i bëjmë as favore asnjë personi. Vendimet e gjykatës i presëm, le të flet drejtësia dhe kur flet drejtësia na jemi këto për me shty proceset përpara.